Një pyetje zoti Koreshi, zoti Blushi, si? Një minut ko. Lutem 1 minutë ko. Po dalem. Jo më 1 minutë ko. Edhe zoti Blushi 1 minutë ko ka dispozicion. Ka mundësi të I kanë ezauruar kolegët e tu gjitha. 1 minutë ko. Vazhdoni 1 minutë ko. O Ulsi, të lutem. Tani zoti Koreshi 1 minutë ko. I nderuar show tani të lutem. Të lutem, a ka mundësi 1 minutë? A ka mundësi 1 minutë? Jo pra, jo pse 1 minutë. Merresh e vesh me kolegët e tu për të bërë pyetje sa duhet. Unë jam deputet, nuk kam marrë. Ore, unë jam antar komisioni këtu. A ka mundësi një pyetje? O jo, unë do të kam shumë pyetje për urgjencën dhe jemi të dy dhe nga Lushnja, kam pyetje unë. Jo, për Lushnjën nuk e kemi seancën sot. Kërkoje një ditë tjetër për Lushnjën ministri. As për Shalqin e Lushnjës se kemi sot. Jo, pa Shalqin, nuk do kaloj te Shalqin. Pa mëra. Ka mundësi për aktin normativ? Për aktin normativ për urgjencën, sepse preku disa pyetje që... Aktin normativ. Po të ta dëgjoni me pa tjetër. Tani, mos të cikoj ministri se foli tha për NATO-n, për Ministrinë e Mbrojtjes. Unë e kuptoj shumë mirë, që ndryshe nga kolegët, unë e kuptoj dhe nevojën dhe emergjencën. Pa tjetër, janë të dyja. Sidomos, kur shikoj që Ministri Mbrojtjes ka bler perde të errta, pa tjetër që është urgjente. Urdhëro, perde të errta për zyrën. Pse mos tjetë urgjente kjo? Unë e kuptoj emergjencën atë. Tani, thatë që do t'i kaloj një pjesë emergjente, me shumë emergjente, me sistem patriot perdet. Jo, s'ka mundësi do... Se e zgjata shumë se kësha kalu në votim me kohë. Unë i kam dhe pyetje dhe diskutim. Shumë arrogant kryetars. Po, kush i di, po pitë qik mjalë. Po mje po më latë, unë do t'i japë, se që paru bezdisët, ju kërkova në dies, unë 13 herë. Jo. Po, faleminderit kryetar. E dyta, thatë që një pjesë e ty do kaloj për emergjent dhe për sistemin e bashkive, për sistemin vendor. Mos ka të bëj, se unë dhe shikoj emergjent, sepse dhe do të kaloj prapë të zona jonë se në djek, do bëj një paralelizëm unë fatikisht, me që se do kaloj të pushtetit vendor, mos ka emergjent se 600 milion të hedhra e kalum lushe kategorit 3, 600 milion lekë lushnjarve, gëlldyp lushe në kategorit 3 dhe nuk ditë ku va. Kjo është emergjenca që t'i bëm fazë paritore se s'ka si lojtar për të nxjerrë kategorit 2. Dhe gjova zjarë dhe shpëtim emergjent, po, me që jemi të dy të butë lujën, a ka mund që i blesh një zjarë fikse, se jemi zjarë fikse me 3 goma? Kemi shumë nevojë dhe emergjencë, po e kuptoj emergjencën të kjo, po ka në i ky buxheti për një zjarë fikse për lushnjën, për lesë pastaj si është godina ati. Tani nevojë emergjence, po ka nevojë emergjence prapë të bashkia, për plerat që po hedhin kuturu atje dhe po i djegin mes lugarëve në lushnje. Ka një fond emergjence do kaloj këtu? Po është emergjente dhe kjo, të kuptojt, mirë kuptojt edhe kjo. Ka një fond emergjence për të bujësia se keni thënë për janar, po me që pa tjetër për grupet e shpëtim dhe grupet vulnerabël, si pensionistët dhe personat psikologjuar, dakord, po ka nevojë emergjence dhe për buqit sot që s'po shesë po edhe në kanal dhe s'kan marrë lekë të investimit. Shumë emergjence. Pa tjetër, të lutem është bërë spitali, keni nxjerrë një parrull dhe shumë emergjencë spitali Lushnjës. Dhe keni nxjerrë parrull dhe mshoni që pa 3 vjetë, është kjo mshoni sikur po bëhet gjithë spitali. Do bëhen ato godinat e tjera spitali do vinë pajisjet, se shumë emergjente kjo. Pra kuptoj dhe kjo emergjente, po parashikohet kjo të emergjenca, është shumë emergjente, ma besoj që shumë emergjenca për spitalin e Lushnjës. Të tjetra, të tendrat, është shumë emergjente mënyra se si shkojnë lekët e pushtetit vendor me tendrat që bëjnë dhe mënyra si skualifikojnë. Kur thonë do skrep me zinxhir dhe ai tjetri po e kapo me goma si tjetri që ishte skualifikur. Është shumë emergjente kjo se i kena 100 milion tjera lekë që mund të klasifikohen për të mirën e Lushnjës. Pra, thënë kjo, unë jam dakord në rast se të gjitha këto pika që ju thash, që ju i njihni po kaq mirë se mua, të klasifikoheshin të buxhet me emergjent, sepse janë realisht kanalet e gjithë muzikës janë pa pastruar dhe janë emergjente,
të gjithë buqit që nuk po shesin dhe janë emergjente, unë ju sfidoj vemit në vendër, se s'ka problem kjo. Unë kam qef të vinë një nga ju me mua, t'ja u tregoj. Se tund kokën në një po, unë jam të sfidojer, dalim të dy gjithë muzikjen. Su në kështu e kam qefin, po s'po vjen njëri. Edhe plerat ke 4-5 fusha që digjen për ditë nga mytën, shumë emergjente. Pra të gjitha ato të ludëm, zoti ministër, e kuptoj emergjencën, e kuptoj që do t'ja klasifikoni, unë doja që këto që shkojnë për natë më shkojnë për perde. Edhe këto që shkojnë për pushtetin vendor realisht klasifikohen për ato që ka nevojë emergjence, të paktën aty ku mbyllim se të muj qyteti i Ilushnjës dhe Divjakës. Faleminderit. Faleminderit zoti Koreshi.